përsa i përket vetë historisë librit, mos gaboj ti ke edhe një vajzë 7 vjeçe? Po. Shumë mirë. E ka lexuar vajza jote dhe cili ka qenë opinioni i saj për librin? Duhet të qenë kritikja më e mirë, besoj. Tani, lexuesi i librit për atë jam unë, ajo mund ta lexoj vetë, po ja lexoj gjatë natës. Asaj i pëlqen shumë rima, e kupton rimën, e kap në ajër. Ilustrime sidomos normale, duke qenë ajo lloj fëmie, i pëlqen shumë. I pëlqen që përmendet emri i babait të saj, Epidamni. Është vlerësuese shumë e madhe e librit, por ja lexuam për momentin me vangjum. Është mjaftueshëm pak e gjatë, aq sa fëmia të jetë në gjumë në fund të librit. Në gjumë në fund të librit. Vjen me botimin e ri dhe ke pasur edhe botime të tjera më herët. Të paktën deri në këto momente nuk e bërë një promovim ende në qytetin e Durrësit. Kur do vish në Durrës se e nis historinë nga Durrësi? Patjetër. Ky është një libër që do promovohet edhe në vitet në vijim. Në Durrës normale kam qefin që ta promovojmë te Muzeu Arkeologjik i Durrësit, për shkak se ky libër ka shumë arkeologji brenda, jo vetëm me referenca që janë në fund, që mos i mërzisin fëmijët, por nëse prindrit do ndihmë pak më shumë ose gjyshrit, mund t'i futen edhe referencave që janë autorët antikë të tjerë. Ke amfiteatrin e Durrësit të vizatuar, ke gjetjet arkeologjike të Durrës, të cilat janë ringjallur me ilustrime me ngjyra të niveleve më të larta botërore. Prandaj vitin në vijim, vitin tjetër, do bëjmë aktivitete të shumta në Durrës, sepse është qytet, normale libri është për qytetin e Durrësit, po si ka thënë ai Frashëri, Durrësi është kërtiza e kombit shqiptar, sa i përket Durrësit, i përket edhe çdo qytetar tjetër shqiptar. Dhe një mesazh të fundit ndoshta për fëmijët, për prindrit e tyre, në lidhje me librin gjithmonë. Po, nëse doni libër të bukur me ilustrime, me një tregim kompleks, po edhe të thjesht, me karaktere nga më të ndryshmet, që të flasim për një histori aq bukur dhe krenare që ne kemi, bleni këtë libër, fëmijët do mësojnë, do mësoni edhe ju, edhe pres komentet e juja. Ju faleminderit. Faleminderit.